Mirëdita të gjithëve, nderuar gazetar, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier. Kjo konferencë zhvillohet në kuadër të qasjes së re të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent dhe më drejt për drejt me qytetarët dhe mediat. Qëllimi ynë është të informojmë publikun me informacione të verifikuara si dhe me rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë, si siguria në shkolla, siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve, armbajtje pa leje, kapje e personave në kërkim, evidentimet e goditja e krimeve mjedisore, ndjekja në kohë e dinamikës së shqetësimit të qytetarëve, dhuna në familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbim dinjitos për qytetarët përmes komunikimit dhe reagimit me panshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetje dhe interesimin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do t'ju paraqes rezultatet e punës së Drejtorisë Vendore të Policisë Fier gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj 2026 janë evidentuar 264 vepra penale të ndryshme, prej cilave janë zbuluar 260 prej tyre, ose 98.4% të tyre. Në këto vepra penale janë identifikuar 268 autorë të dyshuar, si të përfshirë, nga cilët 69 janë arrestuar ndaluar, 190 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë evidentuar 90 vepra penale më shumë. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultat i të cilave janë arrestuar dhe ndaluar 14 persona. Operacionet policore kanë konsistuar në goditje e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, 3 operacione policore, mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, 2 operacione policore, kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë, 3 operacione policore, theksojmë këtu një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në drejtim të krimeve kundër pronës dhe pasurisë, 2 operacione policore. Gjatë muajit maj janë sekuestruar sende apo prova të tjera që lidhen me veprimtari kriminale dhe konkretisht 3.3 kg kanabis sativa, 11.3 gram kokainë, 1 automjet, 1 grirëse për përpunimin e lëndëve narkotike, 2 peshore elektronike, 6 aparate celular dhe 1 DVR. 1 armë zjarri pistolet, 3 armë zjarri automatik, Kalashnikov model 56, 13 copë krë ramen 172 copë fishek dhe 1 armë gjau pa leje, lëndë plase 1 kallup, kartmoneda në euro 15.900 në vlerë dhe kartmoneda në lek 800.000 lek. Janë trajtuar në total 161 konflikte, nga të cilën 122 konflikte për motive të dobta dhe 39 konflikte për motive pronësie. Për këto raste janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme dhe janë proceduar autorët e dyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjes së mjeteve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore nëpërmjet mjeteve teknologjike. Si rezultat, strukturat e policisë në rang drejtorie kanë vendosur 11.132 masa administrative ose 4.985 masa më shumë se një muaj më parë, ku pjesa më e madhe e tyre është për ato kundërvajtje dhe shkelje që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e sigurisë rrugore. Dua të shtoj që vendosja e masave administrative nuk konsiston në numrin sasi të këtyre masave, por në evidentimin e kundërvajtjeve, të cilat janë shqetësim për mbar opinionin dhe për një disiplinim të qartë të gjithë komunitetit. Gjatë këtij muaji janë evidentuar 14 ngjarje rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 2 shtetas, plagosur rënd 1 shtetas dhe janë plagosur lehtë 13 të tjerë. Gjithashtu, në funksion të parandalimit të ngjarjeve rrugore, nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë janë proceduar penalisht 59 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në mënyrë të parregull, nga të cilët janë arrestuar ndaluar 34 shtetas, ndërsa 25 janë hetuar në gjendje të lirë. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, si rezultat i një angazhimi më të madh të strukturave vendore ndaj krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës, në kuadër të masave të marra dhe kontroleve të shtuara, në bashkëpunim edhe me inspektoriatet përkatëse, janë evidentuar 21 vepra penale në fushën e krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës, me 21 autorë të dyshuar, të cilët janë proceduar penalisht. Si rezultat i një kontrolli më efikas të territorit, bashkëpunimit me qytetarët dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, janë evidentuar 9 vepra penale më shumë në fushën e ndërtimit pa leje, krahasuar kjo me muajin e kaluar të po këtij viti. Pavarësisht rezultateve të arritura,
mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm siç janë. Rritja e sigurisë rrugore, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht ato që janë me impakt më të madh është pjesa e agresivitetit në rrugë. Rastet e dhunës në familje, prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla, por jo vetëm. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin në terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje dhe palishmërie, si dhe janë rritur kontakte me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe dhëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Të nderuar gazetarë, këto ishin disa nga rezultatet të përmbledhura kryesore të punës së policisë, të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe dinamika e ngjarjeve rrugore gjatë muajit maj 2026, si dhe disa nga problematikat me ndikim të drejtë për drejtë në jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Ju falemnderit dhe tani jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve tuaja nëse keni. Zoti Ahmeti, Marcela Topi, Report Televizion. Pikë së pari, për të lënë radhë dhe kolegëve për të respektuar edhe pyetjet e tyre, më lejoni që ta ndaj ndërhyrjen time në disa nën pika. E para, ditën e djeshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë është zhvilluar procesi konkurrues për plotësimin e vendeve vakante në drejtimin e policive të Qarqeve, Durrës, Fier, Kukës dhe Lezhë. Mbeten një ndër emrat potencial për drejtimin e Fierit në pritje të rezultateve, a mbetet Fieri i preferuar juaj? E dyta, lufta kundër narkotikëve, duke patur parasysh dhe rezultatet që sapo lexuat nga analiza mujore, mbetet një ndër prioritetet jo vetëm të Policisë së Fierit, por gjitha drejtorive, duke qenë kjo një porosi e veçantë edhe drejtorit përgjithshëm, zotit Skënder Hitaj, por as unë, as ne si media, as publiku nuk mjaftohemi vetëm me kapjen e një sasie të caktuar narkotikësh, nëse nuk ka rezultate konkrete për të shkuar tek kokat e rrjetit të shpërndarjes së narkotikëve. A ka patur rezultate të tilla dhe tjetra, zbardhja e ngjarjeve të vjetra dhe të reja kriminale, duke nisur nga vrasja ish deputeti socialist Fatmir Xhindi, a ka të reja? Faleminderit. Faleminderit juve. Në lidhje me pyetjen e parë, në lidhje me a është qyteti i Fierit qyteti preferuar, unë duhet të rikujtoj dhe të theksoj që në polici nuk ka preferenca. Unë kam një karrierë të gjatë në policinë e shtetit, për të cilat, si të gjithë kolegët e mi, të cilët iniciojnë dhe për shkak të viteve për të konkuruar në të gjitha pozicionet që hapen, që janë vakante në policinë e shtetit, është duke ende nuk kanë dalë rezultatet e konkurimit dhe testimit që ne kemi kryer me gjithë kolegët e tjerë. Jam i prirur për shkak të viteve dhe të karrierës sime të gjatë, mendoj se të gjatë, jam i prirur që pas vlerësimit të bërë nga ana e komisionit dhe vlerësimit të eprorëve më të lartë, do të shërbej atje ku të gjykohet më mirë për atje ku i bëjmë edhe punës edhe jo në preferencat e mia dhe nuk ka preferenca në polici. Për sa i përket pyetjes së dytë, në lidhje me pjesën e shpërndarjes së narkotikëve dhe kultivimit, unë dua të rikujtoj që gjatë vitit 2025 është bërë një punë kolosale investive në lidhje me kultivimin. Në 16 raste të kultivimit bionarkotike, të 16 rastet të vitit 2025 janë me 16 autor, e cila është një procedurë, pjesë e kultivimit nuk ka sezon. Ajo është një pjesë intensive dhe gjithë komisariatet dhe sektorët në Drejtorinë Vendore kanë marrë detyrimet në lidhje me gjithë procedurën, kjo në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Fier. Jemi duke punuar dhe duke punuar ngushtë me jo vetëm me prokurorinë, por me gjithë agjencitë e tjera ligjvatuese në lidhje me këtë fenomen shqetësues të qarkut Fier, por jo vetëm. Me që se ndodhemi në periudhën që bimët narkotike kanë dalë nga serat dhe mbyllën në teren. A janë ushtruar kontrole nga Drejtoria e Policisë, janë konstatuar vatra të mbjelljes së lëndëve narkotike në teren? E para, e dyta. A janë konstatuar shtëpi bari në Mallakastër dhe në Fier? Dhe e treta, në lidhje me shpërndarjen e lëndëve narkotike të forta, kokain, heroin, kape vetëm spaqator? A janë kapur njerëz që i drejtojnë nga spaqator? Atëherë, faleminderit për pyetjen. Në lidhje me pjesën e atë unë përmenda edhe pak më parë, në lidhje me pjesën e kultivimit, që prej muajit mars, me hapjen e sezonit të vitit 2026, Drejtoria Vendore, në bazë të telegramit ardhur nga Drejtori i Përgjithshëm,
si në çdo kohë dhe në çdo vit, ka intensifikuar punën dhe kontrollet me grupe kontrolli të përbashkëta përveç pjesës jurisdiksionale të komisariate, për çaj përket pjesës jurisdiksionale dhe drejtorie vendore. Në drejtori janë planifikuar, janë hartuar planet e masave me grupe kontrolli, rikontrolli të drejtorisë vendore dhe po vazhdon puna intensivisht në lidhje me kultivimin e brimit narkotike. Për sa i përket pyetjes së dytë në lidhje me pjesën e shpërndarësve, ne jemi duke bashkëpunuar, siç e përmenda, me prokurorin e rrethit gjyqësor në disa procedime të rifilluara dhe të mbartura. Jemi duke intensifikuar punën për gjithë evidentimin dhe pjesën e shpërndarjes dhe prodhimit të lëndëve narkotike. Është një nga veprat dhe nga me ndjeshmëri më të lartë në jo vetëm në drejtorinë vendore të policisë Fier, por jemi duke intensifikuar punën në lidhje me prokurorinë. Duhet të kuptojmë që pjesa e shpërndarjes, prodhim shpërndarjes është një punë kolosale që duhet bërë në bashkëpunim dhe me prokurorinë, patjetër në bashkëpunim të ngushtë, për të cilën jemi duke punuar intensivisht në lidhje me këtë fenomen. Drejtori Laurita Roshi, Radio Televizionin Publik Shqiptar. Edhe rritja e temperaturave, por edhe shifrat tuaja arritën patëm në konstatim të rritjes së agresivitetit lidhur me konflikte. Një pjesë e tyre e lartë ishin konflikte pronësie me qytetarët. A ka policia e shtetit në operimin në raste konfliktuale suportin social të bashkive dhe njësive administrative, apo është diçka që duhet rregulluar se u bë gjatë, kjo është pyetja e parë, që mbetet vetëm policia ambulanca e çdo familje dhe çdo situatë agresiviteti, dhe pyetja tjetër është, a keni ju suportin në raport me prokurorinë dhe gjykatën që çështjet të kenë një përshpejtim në gjykim dhe bazuar në hetimet tuaja? Faleminderit për pyetjet. Në lidhje me pjesën e suportit me pushtetin vendor, është një detyrim i përbashkët ndërmjet policisë dhe pushtetit vendor, për cilën kemi një bashkëpunim shumë të mirë në lidhje me bashkitë respektive, me pjesën e punonjësve social, në lidhje me dhunën familje, i cili është një fenomen jo vetëm i drejtorisë vendore, por bashkëpunimin me institucionet e pushtetit vendor në lidhje me punonjësit social në çdo kohë, për çdo rast evidentimit të dhunës në familje, ne kemi bashkëpunuar dhe në kohë kemi pasur angazhimin e duhur nga punonjësit e bashkisë. Në lidhje me pyetjen e dytë, për të cilën ju i referoheni ngjarjeve më të fundit, mos ju kujtoj një vit më parë ngjarjeve në Sheshish e fitrimet rreth familje. Në lidhje me intensifikimin, policia e vetme nuk mund të identifikojë në kohë reale të gjithë pjesën e tij pa pasur bashkëpunimin e gjithë institucioneve, sidomos prokurisë së rrethit. Jemi në një bashkëpunim të ngushtë me prokurin e rrethit, ditor, periodik për gjithë dinamikën dhe problematikën. Kemi një marrëvajtje shumë të mirë në gjithë fushën e veprave të palishmërisë, për të cilën jemi duke ndjekur me gjithë ekipin e prokurorëve dhe oficerëve policisë gjyqësore, dhe jemi duke punuar intensivisht për gjitha ngjarjet për të cilat kanë ngelur ende të pa dokumentuara për të çuar gjithë përgjegjësit përpara ligjit. Zotëra, ne më lejoni të pyet edhe një herë, gjatë analizës tuaj vore se janë regjistruar 9 vepra penale më shumë në fushën e narkotikave pa leje. Ka ndikuar ngjarja e Sarandës për shumë angazhim? Referuar, kjo është në dinamikën e përditshme të drejtorisë vendore, pjesa e krimit mjedisore është një nga detyrat kryesore dhe prioritetet ditore për sa i përket punës së policisë. Në lidhje me pjesën a i referohemi apo jo pjesës të rasteve të Sarandës, nga ana e drejtorit përgjithshëm është dërguar një telegram për intensifikimin e masave në lidhje me krimet mjedisore, për cilat dhe drejtoria vendore, si gjithë drejtoritë e tjera, ka marrë masa dhe detyrimet për evidentimin e gjithë pjesës së palishmërisë në fushën e ndërtimeve të krimeve mjedisore dhe të gjithë veprave penale të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në komunitet dhe në qytetarë. Para se ta mbyllim këtë konferencë, duhet t'ju drejtojmë gjithë qytetarëve të qarkut Fier se drejtoria vendore e policisë Fier është maksimalisht e angazhuar për të parandaluar dhe luftuar palishmërinë në çdo drejtim. Në këtë kontekst, është shumë i nevojshëm angazhimi juaj, qytetar, për të mbështetur policinë dhe për të adresuar pranë saj çdo problematikë që është në kompetencën e policisë. Çdo sjellje të pahishme të punonjësve të policisë apo të neglizhencës së tyre në përmbushje të detyrës, duke ju garantuar qëndrimi ligjor si dhe reagim të menjëhershëm për shqetësimet e adresuara nga ana juaj, pasi vetëm në këtë mënyrë mund ta bëjmë komunitetin tonë më të sigurt. Besoni te policia dhe përkraheni akoma më shumë
për të pasur më shumë siguri dhe shërbim më cilësor. Faleminderit dhe mirë u takofshim në konferencën e radhës.